të gjitha falenderimet, të gjitha nënshtrimet, të gjitha bindjet janë vetëm për Allahun e plotfuqishëm, Allahun e gjithëpushtetshëm. Atë e falenderojmë, për Allahut ndrim dhe falje kërkojmë mbrojtje prej çdo të keqe që e veprojmë me dije apo pa vedije, atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë rrugë madhështore, në këtë fe madhështore, nuk ka askush që mund ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe, dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Ai e plotsoi amanetin që ja pati ngarkuar Allahu Dhul Xhelal. E përcolli qartë mesazhin hynor ke njerëzit dhe sakrifikojnë në këtë fe madhështore deri në fundin e jetës së tij. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë për mbi më të mirën e krijesave, mbi familjen e tij të nderuar, ehli bejtin, mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik, dhe mbar ata që e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik na tregon ku thot: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojni, dhe mos vdisni, pra mos t'ju gjej vdekja, vetëm se ju duke qenë në fenë e vetme, në fenë e vërtet, pra vetë se ju duke qenë musliman. Dhe thot përsëri Allahu i lartë madhruar: o ju që keni besuar, o ju besimtar, friksojnë Zotit tuaj dhe thoni fjalë të drejta, gjithmonë shprehni fjalë të drejta, flisni të vërtetën, kudo që jeni, kurdoherë, se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu ka për t'ja u përmirësuar çështjet e juaja, punët tuaja ka për t'ja u korrigjuar, ka për t'ja u zgjidhur, dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahu xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Dhe udhëzimi më i mirë është ai udhëzim me cilin erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet dim se prej gjërave shumë të rrezikshme në fen tonë të dashur janë shpikjet, risit, sajesat. Duhet jemi të vetëdijshëm se çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje dhalale, dhe se çdo humbje e shpije punuesin e saj në zjarr. Të nderuar vëllezër dhe motra, ekziston një sure në librin e Allahut Azza wa Jall, në Kur'anin fisnik, që është e shkurtër me fjalë dhe shprehje, por tepër domethënëse në kuptim. Me gjithë fjalitë e saj të shkurtra, ajo ka përmbledhur gjithë mirësinë dhe të gjitha format e të mirës, dhe s'ka dyshim ajo është Suratul Asr. Allahu i lartë madhruar thot në librin e tij fisnik: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, pa shakohën, thot Allahu Azza wa Jall. Vërtet, njeriu është në humbje të sigurt, përveç atyre që besuan,
bën vepra të mira, këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshilluan njëri tjetrin për durim. Sa madhështore është kjo sure, të nderuar vëllezër dhe motra. Sa e lartë është vlera e saj. Dhe sa të thella janë kuptimet që kjo mbart. Një sure e shkurtër, por me ndikim të fuqishëm në zemër. Ajo përmban një këshill të thellë dhe një mësim të prekshëm për çdo shpirt që dëshiron udhëzim. Kjo sure i përmbledh të gjitha të mirat, e mbledh udhëzimin në formën gjithëpërfshirëse, më përmbledhse, sa që Imam Shafiu, Allah mëshiroft, një prej imamëve të mëdhenj ka thënë për të, sikur njerëzve të kishte zbritur vetëm kjo sure, apo sikur njerëzit të meditonin mbi këtë sure, ajo do t'ju mjaftonte. Do t'ju mjaftonte si këshill, si paralajmërim, si nxitje për të gjitha llojet e të mirës dhe bamirësisë. Po, xhamat i nderuar, kjo sure përmban paralajmërimin më të madh dhe këshillën më prekse. Kjo sure madhështore është me të vërtet e denjë që çdo besimtar ta përsërit atë thellë, ta lexojë atë thellë dhe ta kuptojë atë me përkushtim, ta kuptojë domethënien e saj, të ndalet me zemër, e mendjet e këshilla dhe paralajmërimet që kjo i përmban, dhe ta bëj atë udhërrëfyes drejt së mirës në të gjitha fushat e saj të gjera. Allahu i lartësuar e nisi këtë sure të bekuar me një betim, ku? Në kohën. Ai i lavdishmi, i gjithë pushtetshmi, bëri betim me asrin, e cila është koha në përgjithësi. Epoka, jeta, ajo që përbën fushën ku veprojnë veprat, vendi ku kryen adhurimet dhe sprovat, kohës janë dhënë dy pamje në jetën e njeriut. Disa e ruajnë dhe e shfrytëzojnë, ndërsa disa e shpërdorojnë dhe e humbin. Gjendja e njerëzve me kohën është ose fitime për parim, ose humbje dhe dështim. Netët dhe ditët kalojnë, muajt dhe vitet rrjedhin, dhe çdo çast që i kalon nga koha është e numëruar në jetën e njeriu. Ai llogaritet për të, ajo nuk kthehet më kurrë. Në këtë kalim të pandalshëm të kohës, njeriu është gjithmonë midis dy gjendjeve, ose humbës, ose fitimtar. Allahu i gjithëpërshtetshëm e nisi këtë sure ku tha wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Ky është betimi që Allahu Azza wa Jall ka bërë, dhe ajo për cilën betohet është fakti se njeriu me të vërtet është në humbje. Fjala njeri këtu i referohet gjinisë njerëzore në tërësi, që do të thotë të gjithë njerëzit janë në humbje, përveç atyre që përjashtohen më poshtë nga vetë Allahu xhele xhelalu në këtë sure madhështore. Allahu Azza wa Jall nuk tha njeriu është humbës, por tha vërtet njeriu është në humbje. Kjo shprehje në humbje është shumë e fuqishme dhe më e thellë në kuptim. Përdorimi para fjalës në tregon për një përfshirje të plot, një zhytje të njeriut në humbje, si dikush që ndodhet i rrethuar nga çdo anë me dëm e humbje. Ky është realiteti i gjithë njerëzimit, të nderuar vëllezër dhe motra. Janë të gjithë të zhytur në humbje dhe në dështim, përveç ata që i ka përjashtuar Allahu Azza wa Jall, dhe janë kush?
illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Përveç atyre që besuan, bën vepra të mira dhe këshilluan njëri tjetrin për hak, për të vërtetën, dhe këshilluan njëri tjetrin për durim. Sa e nevojshme është për çdo njeri që ta përqafoj apo t'i përqafoj këto cilësi të larta dhe t'ja rri këto virtyte të mëdha në mënyrë që t'jetë për atyre që përjashtohen nga humbja dhe të shpëtojnë nga rruga e humbësve. Pra Allahu tha përveç atyre që besuan. Çfarë do të thotë? Ata që besuan Allahun azza wa jall dhe në gjithçka që ai urdhëroi për të besuar. Këtu përfshihen të gjitha themelet e besimit dhe shtyllat e fesë. Ashtu siç ka thënë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, që imani është të besosh Allahun, në engjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit, dhe të besosh në caktimin, kaderin, si të mirin, ashtu e të keqin, dhe bën vepra të mira. Do me thënë ata që kryejnë adhurime të pastërta dhe afrim tek Allahu me vepra madhështore, por se veprat e kemi përmendur shumë herë, do ta përmendim sa të jetë nevoja. Veprat që të quhen të pranuara, s'ka dyshim se do t'i përmbushin dy kushte. Dhe ato janë të jenë vetëm për hir të Allahut azza wa jall, të sinqerta për hir të tij, dhe të jenë në përputhje me sunetin dhe traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një vepër nuk është e sinqert, as e sakt sipas sunetit, ajo nuk pranohet dhe i kthehet mbrapsht atij që e ka bërë. Dhe këshilluan njëri tjetrin për hak, për të vërtetën. Do me thënë, ata që porositën dhe nxitën njëri tjetrin të qëndrojnë tek e vërteta, dhe e vërteta të nderuar vëllezër dhe motra përfshin gjëja kryesore, tauhidin, besimin në një Zot, njësimin e Allahut azza wa jall, dhe imanin, besimin e drejtë, kujdesin ndaj Kur'anit dhe Sunetit, përkushtimin ndaj obligimeve dhe detyrimeve, largimin nga dalesa dhe gjunahet, urdhërimin në të mira dhe ndalimin nga e keqja, si dhe thirrje në rrugt të Allahut. Të gjitha këto janë pjesë të këshilluarit me të vërtetën. Dhe këshilluan, thot Allahu, njëri tjetrin me çfarë? Me sabër, me durim. Do me thënë, ata që porositën njëri tjetrin të durojnë, sepse umeti islamit dhe çdo besimtar ka nevojë për durim në çdo aspekt të jetës së tij. Durim në adhurim, në ibadete, në bindje ndaj Allahut. Durim duke qëndruar larg mëkateve. Durim përballë fatkeqësive dhe sprovave. Durim në thirrjen tek Allahu azza wa jall. Durim në kërkimin e diturisë së dobishme. Durimi, nderuar vëllezër dhe motra, është një gradë e lartë në fe. Dhe dijeni se për të ka nevojë çdo besimtar. Çdo besimtar ka nevojë për të në adhurimet e tij, në punët e tij dhe në gjendjet e ndryshme të jetës së tij. Prandaj, edhe nga cilësitë të shpëtuarve dhe të fituarve, është që ata këshillojnë njëri tjetrin me durim, durim në bindje ndaj Allahut azza wa jall, durim për të larguar nga mëkatet, durim në përballimin e fatkeqësive dhe sprovave që Allahu xhel xelalu ka caktuar. Kjo është katërshia e shpëtimit, të nderuar vëllezër dhe motra. Besimi i vërtet, veprat e mira, këshillimi për të vërtetën dhe këshillimi për durim. Këtë katërshe pra e ka cilësuar
Allahu si shpëtimtaren, dhe kush i përvetëson ato, ka shpëtuar nga humbja për të cilën Allahu xhele xhelalu u betua në fillim të kësaj sure, se është realitet i përgjithshëm për njeriu. Kështu kuptojmë se kjo sure e shkurtër, po thellësisht shumë kumtim plot përmbledh kushtet e besimit, shtyllat e fesë, ligjet e Islamit, këshillat madhështore të pranuara të lavdëruara. Prandaj o mëkot, Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, tha për këtë sure, sikur njerëzimit i kishte zbritur kjo sure, do t'i mjaftonte. Sikur vetëm kjo sure zbriste nga Kurani për njerëzit, do t'i mjaftonte. Dhe këtu vërtetohet fjala e atij të nderuari Allahu e mëshiroft, sepse tham, kjo sure i përmbledh kushtet e besimit, shtyllat e fesë, ligjet e Islamit dhe këshillat që duhet t'i ketë parasysh njeriu gjatë gjithë jetës tij. Po sa të denj jemi ne që t'i kushtojmë vëmendje kësaj sure të nderuar vëllezër dhe motra. Sa të denj jemi ne të mendojmë thellë dhe të meditojmë thellë mbi të, të reflektojmë kuptimet e saja, të reflektojmë atë që ka jo nga udhëheq në rrugën e bindjes ndaj Allahut, dhe a e kuptojmë atë si duhet, dhe tjetë ajo shtysa jon që të na largoj nga rruga e humbjes dhe pasojave të humbjes. Pra kjo është sure gjithëpërfshirëse që janë ndrit rrugën njeriu, ashtu si i gjithë Kurani, padyshim, ashtu si i gjithë Kurani famlar, që është udhërrëfyes dhe udhëzues për njeriu në rrugën e drejtë, se Allahu i gjithë pushtetshëm i ka thënë kur ne zbritëm atë natën e Kadrit, apo kur foli Allahu xhele xhelalu për muajin e Ramazanit, për cilin e lusë Allahun që ta arrim ja Rab. Tha muaji i Ramazanit është ai në cilin u zbrit Kurani famlar, që është udhëzues dhe udhërrëfyes për njerëzit në rrugën e drejtë. Pra i gjithë Kurani. Edhe kjo sure që po përmendim, përmbledh në kuptimin e saj gjithçka që i duhet njeriu dhe ja bën njeriu jetën e lehtë dhe duke shpresuar që të përfitoj ka mëshirën e Allahut xhele xhelalu. Prandaj i kërkojmë Allahut të lartësuar të na ndihmoj që t'i bindemi atij dhe mos na bëj për të humbërve, por të na bëj me mirësi dhe bujarinë e tij për njerëzve të besimit dhe veprave të mira, për atyre që këshillojnë njëri tjetrin bil hak, me të vërtet, dhe për atyre që këshillojnë njëri tjetrin pra me durim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'i fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E them këtë që thash dhe kërkoj falje nga Allahu për vete dhe për ju dhe për gjithë muslimanët, për çdo mëkat. Kërkoni falje atij, se me të vërtet Allahu Azza wa Jall është falës i madh dhe mëshirues. Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun e gjithë pushtetshëm. Allahun e falenderojmë për mirësinë e madhe të udhëzimit. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhele xhelalu qofshin më të mirë e krijesave. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka
pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, dijeni, Allahu ju ruajt, se njeriu në këtë jetë ka një afat të caktuar dhe një kohë të kufizuar, që as nuk i shtohet dhe as nuk i paksohet. E kur të fi fundi i kësaj kohe, mbaron dhe mundësia e tij për ta fituar shpëtimin dhe për të shpëtuar nga humbja. Prandaj, i mençur dhe i zgjuar është ai që e vendos veten në llogari, e llogarit veten e tij para se t'i vi vdekja, ndërsa i paaft dhe i dështuar është ai që ndjek pas dëshirat e veta, epshet e kota dhe jeton me shpresa boshe. Për shkak të madhështisë të kësaj sure dhe këshillave që përmban ajo, ta dini se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e nderuar, radiallahu anhum xhemian, Allahu qoftë i kënaqur mbi ta të gjithë, ja kujtonin gjithmonë njëri tjetrit kur takoheshin dhe kur ndaheshin. Ja kujtonin këtë sure madhështore, sepse madhështia e kësaj sure tregohet qartë dhe bukur e në një ngjarje të një sahabiu të nderuar, Amr ibn As, radiallahu anhu, kur u përball me një prej mashtruesve që e pretendonte veten si pejgamber, me Musejleme Kedhabin, Musejleme gënjeshtarin. Dhe Musejleme i thot, çfarë sure i ka zbritur Muhamedit? Dhe Amr ibn As radiallahu anhu i përgjigjet duke i thënë se i ka zbritur një sure madhështore, pra surja El Asr. Sepse Musejleme Kedhabi ka dashur ta sfidoj Kur'anin me prallat e tij, me gënjeshtrat e tij. Dhe në përfundim të dialogut, Amri radiallahu anhu i thot, ti e di shumë mirë se unë e di që ti e gënjeshtarje duke gënjur. Pra me këtë sure madhështore i tregoi gënjeshtarit Amr ibn As radiallahu anhu. Prandaj nderuar vëllezër dhe motra, nuk dua që të zgjatem shumë dhe të marr nga koha juaj e çmuar. Por mësojeni këtë sure të shkurtër ata që nuk e dinë. Është shumë e shkurtër, 4 ajete. Dhe bëni qëllim të vetja juaj që të shoqëroj gjatë gjithë jetës tuaj, sepse pasha Allahun, ai që e bën këtë gjë është fitimtar. Dhe këtë e vërteton fjala e Allahut xhele xhelalu. Ai nuk është humbës, po është fitues. Sepse këtu hyn kategoria atyre që tha Allahu, këshilluan njëri tjetrin, e këshilluan për të vërtetën dhe për durim. Prandaj lut Allahun e gjithë pushtetshëm, me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute të na bëjnë ne për asaj kategorie që i përmbledh kjo sure madhështore. E lut Allahun e gjithë pushtetshëm, na bëjnë prej atyre këshilluesve në të mirë dhe prej durimtarve, prej sabërlinjve. E lut Allahun na drejtoj në çdo aspekt të jetës tonë dhe drejtimi jon të jetë vetëm kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. E lut Allahun na udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre me të cilët Allahu është i kënaqur, rrugën e pejgamberanëve, rrugën e të mirëve. E lut Allahun azza wa jall që në momentet e fundit të jetës tonë fjala e vetme në gjuhën tonë të jetë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E lut Allahun azza wa jall që të ndihmoj muslimanët dhe muslimanet kudo në mbar botën që janë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Allahu ja lehtësoft atyre hallin, çështjen. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar والتابعين الأخيار يا واحد يا قهار فاغفر